Me rishikimin e buxhetit janë paraparë më shumë para për transferimet sociale. Shuma është rritur për 27,4 milion euro. Tani për këtë qëllim janë parapar 1 miliard e 427 milion euro. Rritja është kryesisht për pagesën e pensioneve. Nuk ka ndryshim në shumën e kompenzimeve sociale dhe në të është përfshirë rritja prej 5%. Fondi për sigurim pensional dhe invalidor për pagesën e pensioneve me rebalansin e ri do të fitojë 18,7 milion shtesë. Në shpjegimin e buxhetit nuk është bërë qartë se pse është rritur kjo shumë, edhe pse në buxhetin e vjetër ishte llogaritur rritja e pensioneve. Për një pjesë e ekspertëve është mirë që rriten pensionet, por kjo shton presionin mbi qëndrueshmërinë e fondit të pensionit. Vërtet reforma ishte parapar nëse vjen paralelisht me rritjen e punësimit dhe mos të jenë vetëm fonde buxhetore që derdhen për të financuar pensionistët. Ajo që mungon është debati kritik që ndodh kur ajo reformë vazhdohet, apo vazhdohet me funksionimin e sistemit 3 shtyllash, por niveli i papunësisë mbetet shumë i lartë. Të dhënat tregojnë se nëse pensionet rriten, rritet edhe varësia e fondit nga buxheti. Në vitin 2008 transferimet buxhetore për fondin pensional kanë qenë në 165,5 milion euro, ndërsa këtë vit nga buxheti do të shtohen në 432 milion euro që të mund të paguhen pensionet.